Shqipëria do të përballet sot me Ukrainën në një ndeshje miqësore të planifikuar në Valencia të Spanjës. Humbja në Varshavë është ende e freskët në kampin Kuqezi, ashtu siç mund të jetë edhe ajo ndaj Suedisë të Ukrainasit. Megjithatë, të besuarit e Silvinjos duhet reagojnë në këtë ndeshje miqësore dhe të provojnë për të marrë më të mirën nga ky takim. Duke parë faktin se bëhet fjalë vetëm për një ndeshje miqësore, stafi teknik mund t'i japë shumë hapësirë të rinjve dhe në stërvitjen e djeshme, vetë trajneri Silvinjo nuk e kishte caktuar ende se si do të luante. Në port, me shumë gjasa do t'jetë sërisht Strakosha, i ndihmuar në qendër të mbrojtjes nga Cake dhe Gjimshiti. Krahët mund të kenë ndryshime, me Hysaj në të djathtë dhe me Pilon nga e majta. Në mesfush, treshja Laçi, Shehu dhe Aslani do të meten të pandryshuar, ndërkohë që treshja e sulmit pritet ketë ndryshime. Në të djathtë të sulmit, pritet që t'jetë Anis Mehmeti titular, si edhe në të majtë Arber Hoxha. Në sulm, ka një balotazh mes Zbrojës dhe Uzunit, por ky i fundit është më i avantazhuar.